Selamun alaikum wa rahmetullah, vëllezër dhe besimtar të ndershëm, kudo që t'jeni. Lusë Allahun xhelle shanuhu që këtë agjerim me na prano prej nesh. Lusë Allahun xhelle shanuhu kudo që t'jeni që gabimet tona, hoxhallarëve tanë, profesorëve tanë, prindërve tanë, Allahu xhelle shanuhu inshallah na I falë të gjithëve. Ju përshëndes me zemër nga Katari këto 10 ditët e fundit të muajit Ramazanit të vitit 2020 dhe ata dëshirë që disa qaste akademike dhe fetare t'i ndajmë së bashku me ju, sidomos me shokët dhe kolegët e mi shërbyesit e Kur'anit. Pa dyshim se obligimi mbi ne që Allahu xhelle shanuhu na ka përzgjedh t'i shërbejmë dinit islam, t'i shërbejmë popullit, kudo që t'jemi, pa dyshim se obligimi është I madh. Dhe se obligimi mbi ne ndahet në disa fusha, obligimet tona familjare, obligimet tona sociale dhe obligimet tona karshi Kur'anit. Në pikat e shkurtëra do të mundohem që disa pika me rëndësi të mëdha I daj së bashku me ju dhe t'ja bëjmë një analizë gjendjes tonë në diskursit tonë fetar, shokëve tanë, kolegëve tanë, në ligjëratat e tyre, në derset e tyre, dhe të shohim tani se ku jemi na karshi këtyre obligimeve që I kanë përmend dietarët. Obligimet tona ndaj Kur'anit mundemi me I dajt në pikat e shkurtëra në këto që si vijajnë. Obligim për ta mësuar përmendsh, obligim për ta lexuar atë mirë ashtu si ka zbritur, obligim për me meditue fjalën e Allahu xhelle shanuhu dhe fjalë që I kemi mësue, pastaj obligim I komentimit të atyre fjalëve dhe interpretimit të atyre fjalëve që I kemi mësue, fjala është për ajetet e Kur'anit, pastaj obligimi I veprës me këto ajetet të cilat I kemi mësue, dhe në fund është edhe obligimi I davetit dhe thirrjes në këto ajete të cilat I kemi mësue. Prandaj, wajibu tilawa, wajibu l-hifdhi, wajibi I leximit, tilavetit, dhe wajibi obligimi I mësimit përmendsh, dhe obligimi I tadabbur, meditimit, obligimi I tefsirit, dhe obligimi I punës, el-amelu bihi, dhe obligimi I davetit në të, dhe da'watu ilej, është një prej obligimeve më të kryesore që sot ne duhet ta bëjmë një analizë të thellë dhe ta ngrisim veten më lart se sa ku jemi. Vrehet në për derset tona, në për ligjërata tona, se shumë na po I kushtojmë edhe në botën arabe, vetëm punës së mësimit të Kur'anit, gjë që është primare, që nuk bën pa ta. Dhe elhamdulillah, kemi shumë anë banë botës, po edhe tek ne në trojet tona, që kanë filluar me mësua Kur'anin përmendsh, dhe kjo është shkalla e parë, se si të afrohemi ka Allahu xhelle shanuhu. Por pyetja shtrohet tani, a mjaftohet vetëm me këtë? A duhet të ndalemi në këtë shkallë të parë, apo duhet të ngrisim veten akoma më lart? Përgjigjja vjen sipas dietarëve islam aktual dhe atyre klasik që kanë vdek, rahmet ju pas shpirti, që ne duhet të kalojmë shkallë tjera të punës me Kur'an dhe mos ngelim vetëm në shkallën e parë, sepse nuk mjafton kështu dhe nuk mundemi me I realizu qëllimet kuranore, objektivat kuranore, pse ka zbrit ky Kur'an. Prandaj është koha tani që të bëjmë disa reforma në diskursin tonë fetar dhe të kalojmë në shkallët më të larta të punës tonë me Kur'an, të marrëdhënieve tona me Kur'anin, dhe mos ngelim vetëm të shkalla e parë mësimit përmendsh dhe leximit, pa kuptim, pa meditim, po pa interpretim, pa punë dhe pa thirrje në të,
dhe së fundit mundemi me shtu edhe numër 7 obligime dhe pa dashurin e mjaftueshme të Kur'anit. Prandaj, çdo temë, çdo debat, çdo ders, çdo artikull, çka del nga korniza kuranore, largohet nga rrethi i Kur'anit, shumë pak ka me pas sukses. Prandaj debatet tona, edhe pse po kemi shumë konfrontime, pse po kemi edhe shumë kritika nga intelektualët shqiptar, nga ateistët, nga sekularistët, me fjalë tjera nga anti-islamistët, pse me një aspekt nuk kanë edhe faj, sepse derset e hoxhallarëve, niveli i hoxhallarëve, çka po debatojnë këtë derset, nuk janë të nivelit do thot global, nivelit ndërkombëtar. Çka mundemi me thanë, mundën me qenë këto çështje lokale, apo çështje rajonale, mirë po, ne duhet i debatojmë tani disa tema, të cilat Kur'ani ka kushtuar shumë më rëndësi këtyre temave, e që na mjerisht jemi larg këtyre temave, larg këtyre bisedave dhe debateve. Akoma keme problemet se si falet namazi, akoma keme problemet se si falet, se si agjerohet Ramazani, akoma keme probleme se si kryet haxhiloku, e rregullat e pastërtisë, e tjera. Mirë po sot, unë ku përzgjedh një listë të disa temave të cilat dietarët bashkohor dhe klasik i kam përmend në librat e tyre, që na duhet do të t'i debatojmë ato temat dhe t'i kushtojmë rëndësi atyre temave, që ju ka kushtuar rëndësi edhe Kur'ani, dhe të flasim për ato, aq sa ka folë edhe Kur'ani, dhe të shpenzojmë kohën, mundin ton, shkrimet tona, aq sa edhe Kur'ani ka folë në ajetet e tija për këto tema. Sot bota, në tërsi, në aspektin global, po edhe diaspora shqiptare, në aspektin rajonal, po ndërkombëtar, ne kemi nevojë që këto tema t'i shtjellojmë dhe të dalim në shesh dhe të ulim në tryezë në debatet tona me programe të mirëfillta, me programe që sillen në dobi të njerëzimit në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Kur'ani neve në shumë ajete na mëson dhe na urdhëron që çështja e punës në Kur'an është shumë më rëndësi të diskutohet dhe të debatohet kjo temë. Puna në ajetet e Kur'anit. Çështja e shkaqeve, marrjes së shkaqeve, a realizohet të thotë diçka një ëndër e një personi, një individi, pa i ndërmarr ato shkaqe të realizimit të atij qëllimit. Mafhumul asbab, gjuhën arabe i vjen. Çështja e lehtësisë në Kur'an, a duhet na ta vështërsojmë jetën tonë, apo duhet ta lehtësojmë? Tema e lehtësisë apo lehtësimit është shumë një temë e madhe e cila Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete kuranore na flet dhe na thot që Allahu ua don juve t'ua lehtësoj jetën dhe jo t'ua vështërsoj. Çështja e njohjes me njëri tjetrin, të mirëkuptimit vllazëror dhe etnik, çështja e mirësisë në Kur'an, çështja e vendosmërisë së shariatit, praktikimit të shariatit në Kur'an, me i praktiku ligjet e Allahu xhaleshanu në mënyrë sistematike, ashtu si na mëson Kur'ani. Çështja e mençurisë, përmendet në shumë ajete el hikme, wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira. Ai i cili është dhënë, atij i cili është dhënë mençuria, me të vërtetë atij është dhënë, do të thotë një hajër i madh. Çështja e peshojës është një temë me rëndësi të madhe që kur Allahu xhaleshanu ka krijuar këtë jetë dhe ka dërguar pejgamber, po udhëheqës nga ai për me mbajt peshojën e drejtë dhe mos me qenë të korruptuar. Është një temë e cila është shumë e nxehtë dhe shumë aktuale. Çështja e rregullimit dhe rindërtimit të tokës, çështja e infrastrukturave, të rregullimit, çka thash, të tokës, të jetës tonë. Imaratul ard, në ka kriju Allahu xhaleshanu nga kjo tokë dhe ka kërku nga ne që këtë tokë ta rindërtojmë. Çështja e ibadetit,
në atë kuptimin e gjerë, jo vetëm në atë kuptimin e ngushtë të ibadetit, falja, namazja, agjerimi, agjilloku, por ibadeti në kupton edhe kornizën më të madhe, një jetë tërësishme që zhvillohet mbi principet koranore. Çështja e sinqeritetit në të punëve tona, çka do të thotë sinqeriteti, el-ikhlas, çka Allahu xhaleshanu pranon nga ne, a pranon veprat pa sinqeritet. Çështja e mbështetjes në Allahu xhaleshanu, pasi që na e kemi marrë gjitha shkaqet, e kemi bën atë punën që është nën, do të thotë, mundësinë tonë, pastaj presim edhe rezultatin nga Allahu xhaleshanu. Çështja e emanetit, mirëbesimit, çështja e ambientit dhe mirëmbajtjes së ambientit, çështja e solidaritetit, solidariteti shoqëror, çështja e besimit dhe mos thyrjes së kontratave, mos thyrjes së fjalëve të cilët do të jipen, çështja e veprave të mira, humane, vullnetare, e të tauar, çështja e paqes, e cila sot mungon shumë ky debat. Çka do me thonë paqe, çka do thot paqja, se si të jetojmë në mënyrë paqësore, se si do thot të gjithë të kontribuojmë dhe ta kemi një jetë me paqe dhe jetojmë me selam, dhe se përshëndetja islame, për çka jipet në fillim të takimeve tona për herë të parë, Esselamu alaikum, apo Selamun alaikum, paqja qoftë mbi ju. Çka nën kupton kjo fjali? Përse muslimanët e përdoren këtë? Pse përshëndetja xhenetlive është Selamun aleikum, tibtum fadkhuluha khalidin? Këto temat shumë kanë rëndësi, do të thotë, në diskursin tonë fetar, të debatohen, dhe të ngritemi më lart se sa ku jemi. Çështja e shpalljes, e wahjit, që sot po shohim dhe po ndëgjojmë disa debate, si në botën arabe, po ashtu kanë filluar edhe disa klysh të tyre në botën shqiptare, që akoma problem po kanë me kuptua shpalljen e Allahu xhaleshanuhu. Çka do të thotë shpallja? Çka do të thotë ajo bota e msheft, alemul ghaib, bota e melaqeve, çka na nuk i shohim ata, se si është zhvilluar procesi i shpalljes mbi pejgamberet dhe së fundi mbi pejgamberin ton. A ekzistojnë melaqet? A ekziston do të thotë ajo krijesë çka na nuk e shohim? Krijetin do të definuara në Kur'an dhe në fjalët e pejgamberit alayhis salam. E mirësh sot dikush ka dhe keq kuptime, apo nuk i ka të qarta këto gjanat, edhe pse do të thotë ka qenë në botën arabe, edhe pse ndoshta dhe i thotë hoxh vetit, apo student, mirë po akoma do të thotë i ka çështjet jo të shtjelluara mirë, jo të kuptuara mirë, jo të studiuara mirë, dhe prandaj ka problem me këto temat. Çështja e mëshirës në Kur'an, çështja e dialogut, që sot është debat i nxehtë, në çfarë nivel është dialogu mesin ton, dialogu në familje, dialogu në shoqëri, dialogu në nivel të thotë familjar, nivel social, nivel akademik, nivel ndërkombëtar. Këto tema të nxehta që Kurani i ka përmend, ku jemi na për këtyre temave, o vëllezër të ndershëm? Çështja e fikr, mendimit, zemrës, do thotë çfarë lidhje ka zemra me kokën, me mendjen, të lidhjet reciproke mes mendjes dhe zemrës, cila ka obligime emocionale, dhe cila është për çështje decisive, prera më madh, cili e lun këtë rol, a bashkëpunon mes do të këto dy organe mes vete apo jo? Është shumë e rëndësishme të debatohen këto temat koranore të haruara në mesin tonë. Çështja e drejtësisë, që sot bota shumë po trumpeton drejtësia, e ta bëjmë një krahasim me drejtësinë që ka flet Kurani dhe sot çka po shohim në përbot, çfarë drejtësi po zhvillojnë ata. Dhe së fundit, po jo e fundit, çështja e familjes. Po këtu i radhita vetëm mbi 20 tema, do thotë pothuajse të haruara për debatet tona, në diskursin ton fetar. Prandaj është koha që na të bëjmë reforma në diskursin ton fetar dhe këto refleksione kuranore, këto debate kuranore, do të ta kenë efektin e tyre në jetën tonë. Lusë Allahu xhaleshanuhu që ky mesazh ta gjej vendin e duhur në zemrat tona, zemrat e kolegëve tanë, zemrat e shokëve, zemrat atyre të cilët i shërbejnë Kur'anit,
Dhe lusë Allahun xhaleshanuhu që nëse na miremi kështu, me këto udhëzime kuranore, i debatojnë këto temat kuranore ashtu si duhet, në mënyrë mirë fillt, të studiuara mirë, të përgatitur mirë, nuk dalin para medjave jo të përgatitur, nuk dalin para popullit jo të përgatitur, atër kemi me pa dhe bereqeti i fesë islame, bereqeti i punëve tona, shpejt do të thotë ka më pa në fytyrë të tokës, dhe së shpejti popullit dhe besimtar do të gëzohen do të thotë me këtë të mirat e Allahu xhaleshanuhu. Ju falenderoj për mirë ndëgjim dhe inshallah shifemi në refleksionet e tjera tona kuranore. Walhamdulillahi rabbil alamin.